Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Sonte vëllezër, me lejen e Allahu subhanahu wa taala dhe me ndihmën e tij do ta marrim një sure, do ta trajtojmë, studiojmë, një mësojmë së bashku një sure prej sureve madhështore të Kur'anit, e cila është e shkurtër, mirë po ka kuptime vëllezër madhështore. Kjo sure që do ta marrim sonte me lejen e Allahut është surja At-Takathur. Surja At-Takathur, pra surja në cilën Allahu subhanahu wa taala i qorton edhe i kërcënon ata njerëz që janë mashtruar mas dunjas. Janë mashtruar mas grumbullimit të mirave materiale të jetës së kësaj bote, edhe kanë harruar vëllezër çka ahiretin. Kanë harruar se kanë me vdek, edhe kanë me dalë para Allahu subhanahu wa taala, edhe me dhanë llogari. Dhe për synimeve të kësaj sure madhështore, përse Allahu subhanahu wa taala këtë sure na porosit dhe na këshillon, mirë po të njëjtën kohë na kërcënon. Kërcënon që mos më u mashtru mas dunjas, mos më dhanë tepër mas dunjas, mos me bë gara me tjerë vëllezër çka në grumbullimin e pasurisë. Po ashtu vëllezër, kjo sure, siç do ta marrim në këtë sure, Allahu subhanahu wa taala disa herë e përsërit kërcënimin vëllezër për këta njerëz që i kanë këto cilësi. Edhe përsërit kërcënimin vëllezër që na me marr mësim para se të jetë vonë, para se të vdesim, edhe të futemi në përvarë, se pastaj më nuk është koha e pendimit vëllezër. Nuk është më koha e korrigjimit çështjeve. Po ashtu vëllezër, kjo sure na nxit që na mund dal sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala, edhe me meditu lidhur me ato gjëra që na shpëtojnë ahiretin. E po ashtu vëllezër na bën me dije se na patjetër kemi me vdek, edhe kemi mu ringjall para Allahu subhanahu wa taala, edhe kemi me dhënë llogari. Ta vëllezër, kjo sure është e tillë që ty të bën që mos me lakmu se tepërmi në dunja, edhe ta mbush zemrën me dashuri ndaj botës tjetër. Apo të tregon se me çka duhet me kanë zemra jote e mbushur, mendja jote e prekupuar, që është do thotë vëllezër çka ahireti, jeta e vërtetë. Që Allahu wa inna ad-dara al-akhirah la hiya al-hayawan. Të vërtetë se shtëpia e përjetshme për ahireti është jeta e vërtetë. Pra aty është jeta e vërtetë, aty është jeta reale. Për vëllezër, shikoni, njeriu Allahu subhanahu wa taala e ka kriju tillë që ai domthon në veten e vet, karakterin e vet, dëshiron që me grumbullu sa më shumë nga dunjaja. Po njeri është i tillë, e ka këtë cilësi. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Law anna li ibn Adama wadiyan min dhahabin", thotë sikur njeriu thotë ti kishte dy lugina nga ari, shkon dy lugina mes maleve të mbushura me ari, thotë ahabba an yakuna lahu, do thot sikur ta kishte i biri Ademit një lugin me ari, thot do dëshironte ti kishte dy, thot për jashtë. Po çka kjo tregon për atë pangopsin vëllezër njëri. Thot walan yamla afahu illa at-turab. Thot dhe gojën e tij thot nuk e mbush barkun e tij, gojën e tij kur gjë tjetër përveç se dhëut. Po kur futet në varr, atëherë kupton realitetin vëllezër. Po se çfarë ka qenë duke bën jetën e kësaj bote, edhe çfarë është duke e prit kur është futur në ahiret. Allahu na ruaj. Pastaj thot pejgamberi vëllezër, i nxit njerëzit më u pendu, thot wa yatubu Allahu ala man tab, kur që Allahu e pranon pendimin prej atyre njerëzve që pendohen. Vëllezër, dietari i madh Ibn Qayyim rahimahullah thot për këtë surën Takathur, thot kjo sure, thot këtë sure thot Allahu subhanahu wa taala thot e ka veçu për kërcënim edhe paralajmërim, edhe për premtim. Thot wa kafa biha maw'idatan liman aqalaha. Thot mjafton thot kjo sure si porosi, këshill për atë që ndalet edhe e kupton. Sa vëllezër, nëse e vrejmë gjendjen e parë brezave të parë të Islamit, lidhur me këtë sure vrejmë vëllezër gjëra madhështore. Për shembull, ka pas prej tyre që vetëm këtë ajet elhakumut takathur, që do ta marrim, e ka përsërit ton natën. Deri në mëngjes është fal me këtë ajet. Ka pas prej tyre që kur ka arritë ajeti la tarawunna al-jahim, ku betohet Allah dhe të pasha Allahun pa tjetër keni me pa me sy xhehenamin, thon i ka hub ndjenja pe frikës prej Allahu subhanahu wa taala. Ta shkon se e fillon Allahu këtë sure, e fillon me paralajmërim edhe kërcënim.
Pra Zoti jon, krijuesi jon, po thot elhaakumut takathur. Ju ka hutu rivaliteti, garat se kush po grumbullon ma shumë prej dunjas. Thonë jeni hutu mas dunjas ndaj ahiretit. Jeni hutu, më thonë nuk po angazhoheni, jeni mashtru, nuk po angazhoheni me atë që ju ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Është adhurimi ndaj tij, edhe jeni mashtru mas dunjas. E persona ka kriju vëllazër Allahu, thot Allahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thot xhinët dhe njerëzit thot nuk i kam kriju për diçka tjetër, veç se që ata të më adhurojnë mua. Kur shkon në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala nuk po e përmend se çfarë është ajo që njerëzit bajnë gara edhe mburren me njëri tjetrin se kush po grumbullon më shumë, e ka lanë kështu, do thonë të papërcaktuar, në mënyrë që kjo më i përfshi të gjitha vëllezër çështjet e kësaj bote. Do thot, njerëzit me çfarë bën gara në këtë botë? Dikush bën gara vëllezër çka me mall, me pasuri. Dikush mburret çka me fëmijët e tij. Dikush me postet, pozitat që ai ka, autoritetin që ai ka. Dikush me dijen, me diplomat që ai ka, domethënë to tituj shkencor që ai ka. Dikush me shtëpi, me pallate, domethënë çdo gjë që është prej gjanave të botës me të cilat njerëzit mburren para njëri tjetrit edhe mundohen, nxitojnë, përpiqen se kush po grumbullon më shumë. Pra zë që Allahu na sqaron realitetin e dunjas edhe thot i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum. Thot dijeni mirë se dunjaja thot është lojë. Jeta kësaj bote është lojë, dëfrim, edhe zbukurim, hjeshi, stolisi. Thot wa tafakhurun bainakum, edhe mburrje mes jush. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Edhe që kjo dhe të kathur, thonë mburreni apo bëni gara me njani tjetrin, keni rivalitet me njani tjetrin, se kush po të bën ma shumë pasuri, kush po ka ma shumë fëmijë. Thotë Allahu ke methali gajthin a'jab al-kuffara nabatuhu. Thotë si ku një bim, thotë e cila rritet mas shiut, thotë a'jab al-kuffara nabatuhu, e cila thotë i ma gjeps bujqet, dhe ata që i merren me kultivimin e këtyre bimeve. Thot thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Mirë, po çfarë ndodh me këtë bim vëllazër, e cila mbas shiu rritet, forcohet, bëhet e gjelbërt, është e mirë me pa me sy, thot Allahu yahiju. Bën zverdhet, vyshket, fatarahu musfarran, thot thumma yakunu hutama, pastaj bëhet çka? Bën diçka e pavlerë. Kështu vëllazër është realiteti i dunjas. Pastaj thot Allahu wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Mirë po thot në botën tjetër ka dënim të ashpër prej Allahut. Mirë po thot ka dhe falje prej Allahut dhe kënaqësi nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e përmbyll Allahu ajetin thot wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jeta e dunjas nuk është gjë tjetër veç se kënaqësi mashtruese. Pra shikoni se si me marr shembull praktik jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa bukur na e ka sqaruar vëllazër këtë ajet. Abdullah ibn Shekhiri radhiyallahu anhu thot, shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e gjeta duke e lexuar këtë sure Elhaakumut takathur. Pastaj thot tha yaqulu ibn Adama mali wa mali. Thot tha pejgamberi sa, thot njeri thot pasuria ime, malli im do të mburret çka me ta. Pastaj thot tha pejgamberi sa wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayt. O biri Ademi, thot pasuria jote thot nuk është gjë tjetër veç se atë që e konsumon, e fund trupin tonë edhe e çet prej trupit. Thot au labista fa ablayt, apo që i vesh domon rrobat e trupit edhe i shtjerr. Thot au tasaddaqta fa amdayt, apo jep sadak edhe e xhen nesër në ditë gjykimit çka para Allahu subhanahu wa taala. Hadithin transmeton Muslimi sahihin e tij. Pastaj në hadith tjetër vëllezër e Buhurerës, versioni tjetër thot pejgamberi wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Krejt tjera përveç tyre, thot pejgamberi kanë më tu largu, edhe kemi aulan tjerëve mas teje. Nuk kemi marr kurrë me vete. Don kur futesh në varr, edhe pastaj e fillon jetën e barzakut. Po të shikoni këtë hadith, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na zbulon vëllazër atë çështjen më të rrezikshme çtyne garave që e bajnë njerëzit, ngrumbullimin e gjërave materiale të jetës së bote. Po na tregon vëllazër se zakonisht ky rivaliteti mes njerëzve ndodh çka vëllazër për pasuri. Kush po ka më shumë, kush po tu bën më shumë.
Mirë po shikoni këto vërtet pejgamberi sa po na tregon se kjo është diçka që nuk sjell dobi. Përveç nëse ti e shfrytëzon për gjanat e nevojshme. Për shembull, ushqimi, pija, rrobat, veshmbathja, kulmi mbi kokë, apo e jep sadak për hir të Allahu subhanahu wa taala, edhe e gjen pastaj shpërbimin kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Mirë po na bën me dije sallallahu alaihi wasallam se ti nëse e tubve që tu bën pasurinë, e grumbullon që mu mbur me to para tjerë, me beba gara para tjerë, kjo nuk sjell kurfar dobi. Pse se po tregon që kimë vdek, ato janë vetëm letra, po kimë vdek edhe kimë jalan tjerëve. Po tjerët kanë më shfryzuar domosht çka mbas te, kurse ti nuk kemi i marrë domosht çka me vete në varr. Po kjo është një realitet madhështor që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka praktikuar në jetën e vet, edhe u mundu me e rënjos në shpirtrat e sahabëve radhiyallahu anhu, me fjalën e tij edhe me veprat e tij. Vetë ai sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri vëllezër mas lart nga grumbullimi i pasurisë. Edhe pse vetë ka jetuar domon kushte të vështira, e ka përhap apo kur i ka ardhur ndaj pjesë së plashkës luftës apo pasurinë më njëherë ka shpërndallur. E ka vrejë që dikush ka nevojë që mja forcu zemrën në islam, i ka e vëllezër 100 deve e ka. 100 deve, unë sigur tash me të jep 100 vetura të shtrejta. Ose dikuja ka jep një lugin me dhen, pa unë një pjesë me smaleve me dhen, me qindra dhenja ka jep. Pastaj kur u kthy te populli vet, i ka thonë populli vet hini këtë në islam. Shoqësia ka përfituar zemrën. Hini këtë në islam ka thënë se Muhamedi po jep ka as shumë sikur mos mutut hiç pe varfris. Edhe vetë vëllezër ju ka thënë sahabive pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kjo këshill vjen edhe për neve, ka thënë men asbaha minkum aminan fi sirbihi. Kush do për ju që qohet me njerëz duke qenë i sigurt në veten e vet, në familjen e vet, në vendin e vet ku jeton, thot muafan fi jasadihi, është i shëndetshëm trup. Nuk ka ndaj smundje. Thot indahu qutu yawmihi, e ka ushqimin që i mjafton për atë ditë. Fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Do ky njeri është sikur më yotubu krejt dunjaja me shkakonto. Por të vëzë pejgamberi sa më ka treguar se në çdo ditë, mëngjesin e çdo dite zbresin 2 melek prej Allahu subhanahu wa taala, 2 engjëj, edhe thonë Allahumma a'ti munfiqan khalafan. E lutën thonë o Allah, atij që jep shpenzon, kompenzoj ata që e ka dhënë, edhe wa a'ti mumsikan talafan, ndërsa atij që tregohet kopras edhe shtrëngon dorën, shkatroja pasurinë. Ne na dimë se lutjet e engjëve pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Sa shkon edhe sahabit kanë qenë kështu. E kanë ditë madhështinë e kësaj realitetin e dunjas. Sa ardhi njëri tek Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma, edhe i ka anku për varfri. I ka thënë elesna min fuqara'il muhajirin. Ka thënë a nuk jemi ne prej atyre muhajirëve, domethënë që kemi emigruar, që jemi të varfër. Shkon të rësi e ka eduku vëzër Amri, Abdullah ibn Amri, i ka thënë alaka imra'atun ta'wi ilayha, a ki gru, a i martum domethënë a ki gru ku gjen prehje dashuri edhe afërsi. Ka thënë po. Ka thonë, a ki helleke meskenun të skunuhu, a ki shpi ku banon, kul mi kry, ka thonë po. Ka thonë, fente min el agnia, ti qenë ke i pasën, vëllë. Pastaj ka thonë, e kom edhe një shërtor, ka thonë, a i që më shërben, u më dihmon. Ka thonë, fente min el muluk, ti ko ke mbret, ka thonë. Sa të mëson muslimi, transmiton muslimin sahihun e ti. Po ashtu vëzër transmitohet nga Ahnef ibn Qais, djetar islam, se e ka pa një njeri duke i bardë, dëman dirhem paret të hollat në dorë, edhe ka dash do thot me eduku në mënyrë praktike, edhe i ka thonë, të kujna janë këto dirhem? Ka thonë janë, të mia. Ka thonë, janë tuat, ka thonë nëse i shpenzon për hir të Allahu subhanahu wa taala, duke kërkuar shpërblim prej tij subhanahu wa taala. Pastaj thotë ka thonë shumë fon poezis, anta lil mali idha amsaktahu. Nëse tregohesh kopras nuk e jep pasurinë, dije se pasuria ka me të robru. Ti je rob i saj. Wa idha anfaqta fa idha anfaqtahu fal malu lak, nëse e jep e shpenzon, atëherë çaja është pasuria jote. Kjo është normalisht ajo që ty të sjell dobi. Dhe vëllezër, pra duhet me kuptu mirë se që grumbullimi i pasurisë apo garimi se kush po grumbullon më shumë pasuri, në cilën janë sprovuar njerëzit sidomos kohën që po jetojnë, nuk sjell, duhet me di vëllezër, nuk sjell kurfar dobi te Allahu subhanahu wa taala. E fatkeqësia më e madhe vëllezër është se që ky grumbullimi i pasurisë ty ta shkatron dunjan tënde dhe fen tënde. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala na ka paralajmëruar vëllezër në mënyrë të ashpër, edhe e ka zbrit një sure lidhur me këtë. E këtu na tregon vëllezër për rrezikun e kësaj.
A cilat janë rreziqet, tash do t'i marrim vëllezër disa prej rreziqeve të grumbullimit pasurisë pa nevojshme. Në mënyrë që na mos bravdhëzër nga gjërat e tilla. Edhe me marr mësim për një mend. Prej tyre vëllezër se shkon kur ti e grumbullon kështu pasurinë edhe garon me tjerë se kush po bën më shumë, kjo të bën ty rob dunjas. Rob dirhemit edhe dinarit. Të bën njëri që je i lidhur për epsheve, kënaqësive dunjas. Ta kanë robru, ta kanë zaptu, bon çka zemër. Bon çka brengat e tua, piklimet e tua janë krejt çka për dunja. Ton menin e kish ka vesh te dunjaja. Edhe kënaqësitë e saj. Edhe si rezultati i kësaj ti pastaj i bën haram Allahu subhanahu wa taala. Bon i shkel urdhrat e Allahut. Edhe nuk të met hapësirë më për ahiretin ton. Ose këtë fokusi jot ku është te dunjaja. Nuk met më kohë më me adhuru Allahun. Ose mu drejtu ka ahireti me ndresh ahiretin ton, që thamë është jeta e përjetshme. Nuk i ma ka me adhuru Allahun edhe kështu do kjo të bën që ti me bë jetë mjerueshme shpirtërore. Edhe me dështu pasaj kur dilsh për Allahu subhanahu wa taala. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Abu Huraira ka thënë, ta'isa 'abdu ad-dinari wad-dirham. Shkon e ka thujt rob dinarit edhe dirhemit. Thot ta'isa është lodh, është raskapit një person i tillë. Është i lodhun, i raskapitun, mënaj që është rob i pareve. Por shtë vëzër pejgamberi al-Islam ka thënë, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin. Thot dy ujq të uritur, cilët i vërsulën kopes dhenve, bi afsada laha, nuk e dëmtojnë ma shumë, thot kopen, shkone dy ujq të uritur, thot, min hirsil mar'i ala al-mali wa sharafi lidini, se sa që njeriut ja dëmtojnë fen, po në që ajo për kushtimi i ti, për pasuri edhe për autoritet. Që është të thënë Imam Tirmidhiu, hadithi është i saktë. Po shtë vëllezër, kur ti përpishesh domon shumë mas dunjas, jepesh mas dunjas shumë edhe harron ahiretin. Varësisht se sa angazhohet vëllezër me dunja, kanë me tik punë të mira dhe sevape. Kto duhet me pas qartë vëllezër, patjetër. Sa më shumë që zgjerohesh vëllezër në dunja, do çka ato ta marrin i hise nga mendja jote edhe zemra jote. Edhe të shtohen përgjegjësitë, edhe të shtohen ngajlet. Edhe domon të bën që ti tash mu angazhu me ata, edhe me kujdes për to që mos me tik, ose mos me tu mangësu. Andaj, që kë kujdesi ytë, të manë marrja kohës, nuk lenë pastaj s'ka kohë mu marrë me punë të mira, që me të ushtu se vapët, edhe me të ngrit gradat e Allahu, dohën gjenetet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Po shto vëzë kjo bën që, kur ti angazhohesh me dunjasë të tepërmi, qoftë, dohën, edhe për pak, kjo ta, si shtojnë djetarët dhe ta njollos atë ubudijen në nështrimin e mirëfill ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu dhe kjo bën që mes teje edhe vëllezërve tu musliman, apo edhe familjarëve tu, me pas dhe çka zili, me pas mburje, me pas mendje madhësi dhe me pas armiqësi. Kur njerëz garojnë, domthonë për dunjan. Thot Abdullah ibn Amri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na u ka drejtuar dhe na ka thënë: "Idha futihat aleikum Farisun war-Rum, ayu qaumin antum?" Thot kur ti mposhni thot bizantinët edhe persët, domthonë të pasuroheni, domthonë nga pasuria që e merrni prej tyre. Thot çfarë njerëz keni me kanë atëherë? Thot na tha pejgamberi. Domthonë i ka lajmëruar se do ndodh kjo. Mirë po ka dash me mu fokusu vëllezër me vu theksin aty te ajo që është më e rëndësishme. Ka thonë çfarë musliman keni me kanë ju atëherë? Thot Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu anhu tha naqulu kama amarana Allah. Kemi me kanë ashtu siç na ka urdhëruar Allah. Thot pejgamberi sa na tha aw ghayra dhalik, apo do t'jeni ndryshe? Thot tatanafasun, do të bëni gara se kush po bën më shumë tani pasuri. Thumma tatahasadun, pastaj komi e hizilia inati mes vetë. Thumma tatadabarun, pastaj keni me shkput lidhet mes vetë. Thumma tatabaghadun, pastaj keni me urrejt njëri tjetrin. Transmeton Muslimin Sahihun. Po ashtu vëzër pejgamberi alayhis salam ka thënë wallahi mal faqra akhsha aleikum. Ka thënë sahabive, ka thënë pasha Allahun, thotë nuk tutna që ju dëmtoheni diçka në fe ose dunja nga varfëria. Ka thënë walakinni akhsha an tubsata aleikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Mirë po tutna thotë se komu ju hap shumë dunjaja sikur atyre që kanë qenë para jush. Thot fatanafasuha kama tanafasuha. E pastaj ju keni me bë gara se kush po merr më shumë. Sigur ata që kanë qenë para jush thot fatuhlikakum kama ahlakatum. Pastaj ju shkatroj juve çuçi ka shkatruar ata që kanë qenë para jush. Siç më thon Buhariu edhe Muslimi. Dami tjetër vëllezër është se personi i tillë që
Preokupimin kryesor e ka dunjan edhe grumbullimin e saj, është person që nuk i ndahen kur brengat, piklimet, trishtimet. Edhe realisht vëllezër, ky njeri e sheh veten që është i varfër. E sheh veten që hala duhet çka me marr prej dunjas. Se nuk ka boll, po nuk e ka çka pasurim vëllezër çka shpirtërore. Vëllezër, pejgamberi sa thot men kanat ad-dunya hamma, thot kush e ka preokupim kryesor thot dunjan, thot farraqa Allahu alayhi amra. Allahu dhe ja ka përder dhe ja shpërdan punë gjithandej. Thot wa ja'ala faqrahu bayna 'aynay, thot edhe ja vendos varfrin para syve. Po ndonjë dietar ka të sill shikimin, i duket që ai tjetri pas ka më shumë se unë. Tash unë duhet më mundu hala më shumë. Thot wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Edhe nuk i vjen prej dunjas veç çfarë sa e ka caktuar Allahu subhanahu. Domethënë edhe se mundohet, nuk mund. Çfarë sa ta ka caktuar Allah. Thot wa man kanat al-akhiratu niyata ose hamma, thot kush e ka ahiretin preokupimin e tij kryesor, thot jama Allahu amra. Allahu ja tubon krejt punë. Ja rregullon. Për kujdeset Allahu për punët e tua. Thot wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, edhe ja vendos pasurinë në zemër. Çfarë do të thotë kjo vëllazër, je i kënaqur me atë që ta ka caktuar Allahu. Thot wa atathu ad-dunya wa hiya raghiba. Edhe i vjen dunjaja përkundër dëshirës së saj. Sahabët Hakim ibn Hizam, shoku i pejgamberit alayhisalam radhiyallahu an, thot shkova thot tek pejgamberi alayhisalam një ditë edhe i kërkova pri pasurisë thot edhe më dha. Pejgamberi ka qenë bujar. Thot prapi kërkova, thot prapë më dha. Thot prapi kërkova, thot prapë më dha. 3 herë. Pastaj thot më tha dhe më këshilloi, ja Hakim, o Hakim, inna hadha al-mala khadiratun hulwa. Ka thon dije se ky mall, pasuria, thot është i gjelbërt edhe është i ëmbël. Çfarë do thot vëllazër i gjelbër? Don diçka që e tërheq syrin, është shumë i mirë me pa. Edhe është i ëmbël. Don sikur frutat, don çka që kur ti sheh vëllazër çka tërhequn me atë ngjyrën e tyre, edhe krah asaj janë shishëm çka me i konsumu. E shikoni von të malli që kanë bërë dyja këto. Pasuria von shumë tërheqëse. Edhe shumë e ëmbël domthon për shpirtin e njerit. Pastaj thotë më tha fa man akhadhahu bi tibi nafsin burika lahu fi. Kush e merr ashtu domthon siç është e lejuar, siç kërkon Allahu, siç ka urdhëruar Allahu, domthon pa e shtret dorën pa në çmu veten, thot burika lahu fi, thot Allahu jep bereqet. Allahu jep bereqet. Domthon pa mos më e madh mos ka me lakmi. Thot wa man akhadhahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Ndërsa kush e merr me të kundërtën e kësaj, thon e shtrin dorën vën e pa vën. Edhe lakmon ata që kanë njerëzit në dorën e tij, edhe këmbgul që me i dha njerëzit. Thot lam yubarak, nuk jep Allahu bereqet në atë pasuri, thot më tha pejgamberi. Thot wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Edhe është sikur ai që han, vazhdimisht han edhe kur nuk ngihet. Pse se s'jep Allahu çka bereqet. Edhe dohet siç e morëm vëllazën hadithin para. Dohet që ti ski, duhet hala me marrëm. Pastaj thot më tha wal yadul ulya khairun min al yadi sufla. Më tha thot pejgamberi dora që jep është më e mirë se dora që merr. Por të vëllazër pejgamberi sa na ka thënë si transmeton një hadith kutsi për këtë fjalë e Allahut, inna Allah ta'ala yaqul, vërtet Allahu ta'ala thot ibn Adam tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. O biri Ademit, o njeri, angazhohu me adhurim ndaj meje, thot ta mbushi gjoksin me pasuri. Po më çka vëllazë pasuri shpirtërore. Po je i kënaqur me atë që ta ka jep Allahu subhanahu wa taala. Thot wa asuddu faqrak, edhe ta largoj varfrin. Thot wa illa taf'al, nëse nuk bën kështu, thot mala'atu sadraka shughlan. Sa transmetimi thot Allah ti mbushi durt me angazhime. Po çka vazhdimisht domethënë çka angazhohesh, jepësh mas dunjas. Mendon se duhet hala më shumë e marr. Thot wa lam asud faqra, nuk ta largoj çka varfrin. Bën çka vetëm ras kapitël. Andaj këtu hadithe vëllazër po na bajnë me dije se nuk ka shpëtim nga kjo. Përveç nëse na i nënshtrohemi Allahut edhe adhurojmë Allahun me sinqeritet edhe me ikhlas. Dikush vëllazër mundet me thana do thotë kjo që Islami po na ndaloi ka nga pasuria ose dikush me kanë i pasur ose jo vëllazër. Islami nuk ndalon që ti me përparu një jetë edhe mu baj pasën. Mirë po siç e vërtetë në Islami po na ndalon nga grumbullimi i panevojshëm i pasurisë edhe rivaliteti. Grumbullimi do thotë se kush po bën më shumë, edhe mu fryj mu mbur para njëri tjetrit. Se kjo ka pasojë atrana dhe kjo e çon njerin në arrogancë.
Siç e kemi rastin aty në burrave, dy burrave që i përmend Allahu në Kur'an, kur janë për tyre për shkak të pasurisë që ja ka jep Allahu, çka e ka mohur ngjalljen. Ka kaluar në kufër. Pse se ka menduar që tash është bëj pavarur prej Allah. Bile ka thonë nuk ka thot ringjallje, nuk ka thot ahiret. Ka thonë edhe nëse ringjallna, pra kuptimi i ajetit thotë ka më gjet hala më mirë te Allah. Këta e hasim vëllezër tek populli jon Allahun. Por të vëllezër tregon Allahu në Kur'an thotë wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan. Shkon arrogancën e njerëzve. Thot ata thonë, ne kemi ma shumë se ju besimtar, pasuri edhe fëmijë. Wa ma nahnu bi mu'adhdhabin. Andaj Allah s'ka më ndënuar ç'është po thoni ju kur dalin para Allah. Shkon dhe mendojnë do thotë se përderisa në këtë botë, don ju ka jep Allah, kanë me pas, kanë me qenë privilegjuar çka edhe kur dalin para Allah subhanahu wa taala. Andaj vëllazër nga kjo dalin përfundim se pasuria shumë nuk qortohet vetvetiu. Mirë po, si shtam qortohet kur ti e grumbullon pasurin, edhe mburësh me to para tjerve, edhe bën gara me tjerë, edhe e haron çka? Ahireti. E haron se kime dek, edhe kime dal para Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëllazër Allahu tregon Kur'an thot surën Nur, kur i tregon për burrat e mirëfill besimtar thot rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Thot ata janë burra, thot që shitblerja, tijareti, thot nuk i huton, nuk i pengon nga përmendja e Allahut, nga falja e namazit edhe nga dhënia e zakatit. Thot yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Thot sa ata i tutën një ditë, ditës Kiamet, kur zemrat edhe sytë edhe zemrat e njerëzve do të rrotullohen nga frika. Shkon vëllazër në këtë ajet po thot Allah ata nuk bojnë tregti, ata nuk punojnë, nuk gjallnojnë. Po përmend vëllazër se nuk mashtrohen domethënë çka në dunjë. Me punu po, punojnë, mirë po që ajo puna që e bojnë nuk i bën që ata me harru vëllazër çka namazin, me harru zakatin, me harru përmendjen e Allahut, kujtimin e Allahut subhanahu wa taala. Në vrem se në mesin e sahabive ka pas njerëz të pasur, ka qenë Abu Bekri radhiyallahu an, domthon tregtar i suksesshëm, po ashtu Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu an, edhe sahabi të tjerë që kanë qenë të pasur. Mirë po vrem që ata domthon nuk e kanë pas dunjan në zemër. Abu Bekri domthon këtë me një rast këtë pasurinë ka për hir të Allahut, domthon me forcu ushtrinë e muslimanëve. Uthmani gjysmë, Umeri gjysmën e pasurisë, Uthmani domthon me qindra deve ashtu të përgatitura, me çdo gjë që nevojitet. E monedhatarit e të argjendit që i ka delë në prehrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kanë qenë vëllezër të pasur, mirë po kanë qenë rob falëndërues ndaj Allahut, edhe kjo nuk i ka bërë që ata me harru vëllezër ahiretin. Edhe kanë jep për fenë Allahu subhanahu wa taala. Sa vëllezër pejgamberi sa më ka thënë ni'mal malu salih lirrajuli salih. Do të thonë sa e mirë është pasuria halal, që është fituar halal në dorën e njeriu të muslimanit mirë. Sa e din vonë si me shpenzuar. Zarvëllezër shikone qortimi tjetër, po thot Allah elhakumut takathur. Jeni hutu, jeni mashtru mas grumbullimit pasurisë. Thot hatta zurtumul maqabir. Derisa ti vizitoni varret. Mund kjo shkujdesja juaj, gafleti juaj po vazhdon derisa ti vizitoni varret. Çfarë është qëllimi vizitoni varret? Derisa të vdesni. Edhe të futesh në varr. Edhe të bash banor i varrit. Çito po don me tregu Allah vëllazër që të herë hiqet perdja. Që atëherë bindesh se që i grumbullimit që a ke ba, ku ka kanë që ka mundi kot, edhe nuk ja pas ka vlejt. Mirë po tërë dhe nuk është koha pendimit, pa në regjistri, mbyllet regjistri veprave, ma nuk mund është mu këthim dunja, dhe më dhanë edhe njerë mu pendu. Pa në allë më është kjo vëllë, shikane shumë është të rezikshme. Dhe në ti tash, të njetën e kequ mas syne gjanave, mas harameve, mas epsheve të ndalume, je dhanë mas dunjas së te për mi, i ke shkatru, do me thonë, nervat e tua, shëndetin ton, duke vrapu mas dunjas, çka po merë në varë me vete? Kur gjëhis? Këta po do me nga thonë Allahu subhanu wa ta'ala, thonë, qysh ke dalë dhe zën jetën e kësaj bote? Ke dalë lakurish pa roba në trup, kur të ka linë nana jote, qashtu kime, qysh ke anë këtë botë, qashtu dhe kime dalë. Ke ba njerit, në anë, kur dilin këtë botë qysh linë, vetëm me pështelin qka me një robë, edhe pastaj po ashtu kur vdesësh vëllazër diçka ta lajnë trupin, edhe të pështellin me qefin, edhe të fusin varr. A merr diçka prej pallateve, prej pasurisë, kur vëllazër nuk merr. Nëse nuk i ke shfrytzuar ashtu siç duhet, në hajër, edhe në gjana që të afrojnë te Allahu, ato kanë me kanë veç dëm për ty Allah. Vëllazër pejgamberi alayhis salam ka thënë yatba'ul mayyit thalath
thot 3 gjana thot e përcjellin njerin në varr. Thot fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Thot kthehen 2 edhe në varr thot me to mbetet vetëm 1. Thot yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Te vorri kur desh kanë me të përcjell familja, pasuria edhe veprat që ai ke bë. Thot fayarji'u ahluhu wa maluhu. Familja kthehet kur kush nuk hen me ty në varr. Sado që të ka dash, nuk hen me ty kur kush në varr. Po ashtu edhe pasuria. Thot wa yabqa 'amaluhu. Ajo që ka me ty në varr është punët e tua. Çka shoku besnik vëllazër. Që nuk zgënjen. Andaj mos u mashtro. Mos u mashtro, do të shtoj punët e mira, që me gjet prehje edhe dritë në varr. Në ato momente kur ki nevojë më shumë ti. E këtë hadith e transmeton Buhariu edhe Muslimi. Shkon vëllazër si po shprehet Allahu vëllazër këtu për qëndrimin varr, po thot zurtumul maqabir, derisa të vizitoni varret. E kjo vëllazër na jep shenjë se patjetër kemi murin gjallë nga varri. Pse vëllazër njëri kur je vizitues dikon, ti nuk i më qëndru për gjithmonë aty. Patjetër vjen koha që ti të kimu largu prej atij vendi. Edhe kimu kthy edhe në herë në shtëpinë tënde. E ku është shtëpia jote vëllazër tash? Dunjaja më shkatru. Von varr kokë musafir. Je vetë musafir deri në kohë saktuar, në ditën e kiametit, ma nuk mund ka dunjaja shkatrohet. E ku është shtëpia jote përfundimtare vëllazër? Xheneti ose xhehenami Allahu. Çka është vëllazër realitet që na duhet me pas parasysh. E për kësaj vëllazër dalim përfundim për një shprehje që është përhap me të madhe edhe në popullin tonë edhe në botë, që thonë u zhvendos në banesën e tij të fundit. Kur tregon që dikush domethënë kjo është gabim vëllazër me thonë kështu, fetarisht. Se banesa e fundit vëllazër nuk është varri. Banesa e fundit e jotja është ose xheneti ose xhehenami, Allahu na ruaj. Po ashtu vëllazër fjala Allahut hatta zurtumul maqabir, derisa të vizitoni varret, na jep me kuptues vëllazër se në varr pas ka jetë. Ka jetë. Allah ka përmend në Kur'an, e po ashtu ka përmend pejgamberi në hadithe të shumta. Jo pa edhe ky ajet aludon për këtë vëllazër. Se vizita kur ti viziton, je si vizitor dikun, patjetër aty ke me pas mikpritje. E çaj mikpritje ose që më kanë mirë ose që më kanë Allahu na ruaj tek keq. Kështu është jeta në varr vëllazër. Varri, siç ka treguar pejgamberi ose është kopsh prej kopshave të xhenetit, ose është grop prej gropave zjarrit, Allahu na ruaj. Sa vëllazër na do të më kthjell vëllazër. Shkon na nuk ka gati javë ose muj në vendin tonë apo në vende tjera për shembull ku ka njerëz banor më shumë që ndoshta nuk ka ditë që nuk e përcjellin dikon. Nuk e çojnë te varri dikon. Sado që e ke dash dikon. Babën tonë, nanën tonë, vjen koha kur ti me durët e tua ki me vendos kanë varr. Edhe ki me mbulu varrin. Mirë po shkon vëllazër këta ata njerëz që vinë edhe e përcjellin njerin deri tek varri. Grumbullohen aty. Posa të varroset ai njeri, edhe përfundojnë ceremonitë e varrimit, i kthehen çka dunjas, edhe nuk marrin mësim fare prej asaj, çka kanë pa. Bile ka raste sidomos tutë na vrem vëllazër që edhe sa është duke u varros njeri, po më që me marr mësim edhe me pas tut Allahun ata çka ishe duke qesh, ose duke fol gjana, domthonë jo të mira. Domthonë nuk e përjetojnë hiç, nuk e sjellin ndërmend që edhe ai një ditë ko marr aty dhe ko me vdek. Kjo tregon vëllazër domthonë çfarë gjendje janë zemrat e këtyre njerëzve. Po i në bazë zemrat e tyre të ngurta të vrazhda, nga kjo shkujdesje, dashuria, don mas jetës dunjas, Allahu na ruaj. Po si ka qenë gjendja brezave të parë të Islamit, ka qenë krejt ndryshe. Tregojnë se kur kanë shkuar me një varrim, kanë thonë nuk kemi ditë kon me e ngushëllu. Nga numri i madh njerëzve që kanë çajtë dhe janë mërzit. Do nuk është dallu, do cila është familjarët, cilët janë familjarët e vdekur. Pse se ka thonë secili është tut për veten e vet, edhe ka sjellë ndërmend se edhe ai një ditë ka më ardh aty, edhe përfundon më çdo gjë. Si të futën në varr më përfundon çdo gjë, për ty vetë se ka filluar kiameti Allahu. Bile kanë thonë me javë tana kur e kena përcjellë në xhenazë është pa aty në fytyrat e njerëzve. Domthon me javë tana sikur njëri kur e kanë një mërzi të madhe që nuk i hjekë domthon për fytyrës, thotë me ditë tana ka vazhduar kjo tek njerëzit. Kurse sot Allahu na ruaj domthon diçka është tek këtë kundër. Posa të kthehen për varrimit, vren se prap me të njëjtin avaz ndoshta hala, edhe më shumë vrapojnë mas dunjas. Nuk marrim mësim hiç. Edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, "Yashibu ibn Adam", thot njeri plakët, thot mirë po nuk plakën me to dy gjana. Thot dashuria për jetë gjatë edhe dashuria mas dunjas.
ose në disa transmetime dhanë me pas. Këto dy gjana kur nuk plakën të njeri. Mos sado që plakët ka qef me jetu çka hala më shumë. Me kanë më i ri. Edhe me tubu hala më shumë domon prej gjanave materiale të tjera sa i bote. Sikur domethënë shikon e plaku, i moshumi, sikur i riu, krejt e njerëz vëzër. Krejt e kanë si dëshirë domethënë çka me tubu. Që të përpjekje nxitim me tubu sa më shumë domethënë nga jeta kësaj bote, mirë po vëllai çka deri kur kështu. Deri kur ky tubim? A derisa të futesh në varr siç po thot Allah këtu hatta zurtumul maqabir. Edhe aty domethënë shfaqet realiteti domethënë aty në punëve çai ke bë. Edhe e vren domethënë se ma nuk ka kthim mbrapa, edhe nuk ka vendi aty më pendu, mi po përballesh me punë çai ke bë. Pasi nuk është ky synimi pse kemi ardhur në jetën këtu, nuk ke ardhur këtu që ti me grumbullu sa më shumë pasuri. Duhet me kuptu vëllezër këta mirë, me ngulit mendjet tona në zemrat tona. Këtu kena ardhur me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Edhe siç tham, jo, Islami nuk nxit vëllezër çka me ka njëri batall mos me punu, jo. Puno, gjallno, mirë po mos u mashtro mas dunjat. Puno aq sa me bën një jetë dinjitetshme, që mos më jashtri domethënë dorë njerëzve. Për me atë pasuri që fiton von me mujt me adhuru Allahun, edhe me i krye obligimet domethënë me cilat ka obligu Allahu, qoftë karshi Allahu, qoftë karshi njerëzve që ai ki afër. Edhe kaq vëllazër. E jo mu mashtru mas dunjas. Pse vëllazër se kur na mashtrohemi mas dunjas vëllazër, kjo është dehje. Kjo është dehje. Do nuk është dehja vetëm me pi, do të pije alkoolike ose me pi çka pije narkotike. Ka një dehje vëllazër që është hala me ran që njeri nuk fjellohet pe saj vetë se kur futet në varr. Siç po thot Allahu, hatta zurtumul maqabir. Njeri ndoshta pin alkool ose diçka fjellohet mas tiko. Njeri që është i dhanën mas dunjas vëllazër, ky njeri nuk fjellohet vetë se kur des. Kur ti del shpirti dhe të ballafaqohet pastaj me ahiretin Allahun. Për të arsye vëllazër Allahu ka kërcënu ashpër në këtë sure, që më na kthjellu, më na i shkuan zemrat edhe më na azhu nga ky gaflet shkujdese që na ka kaplu. Shikoni çfarë thot Allah, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Tri kërcënime vëllazër. Kush po i thot Allahu Zoti jon, krijuesi jon, trijat njënën mas tjetrës. Kjo tregon se çështja është shumë e rrezikshme. Po thot kalla sawfa ta'lamun. Kalla nuk është ashtu, çu po mendoni ju. Zgjohuni nga gjumi. Kthjelloni nga kjo shkujdese që ju ka kap, o ju që jeni mashtruar mas dunjas. Zbrapsuni. Kalla asesi nuk është çështja që po mendoni. Nuk është çështja që po mendoni se ky grumbullimi i pasurisë komi sjell diçka dobi te Allahu subhanahu wa taala. Sawfa ta'lamun. Ma vonë keni me marrë vesh, po thot Allah. Nuk është ashtu që po mënon, ma vonë keni me marrë vesh. Shikoni çfarë kërcënimi vëllazër Allahu na ruaj. Ma vonë keni me marrë vesh kur futesh në varr. Keni me marrë vesh se që ky grumbullimi i pasurisë, dhania mas dunjas ku ka qenë vesh mashtrim. Sawfa ta'lamun, ma vonë keni me marrë vesh se don që kjo ka kur gjë tjetër veç se të mëne ke çu kohën kop. Edhe i dëmtu për kësaj. Vetë në dunja dhe njeri i tillë siç e përmendëm, thonë jeton mbrenga, në stres, ankth, lodhje, raskapitje të mëdha trupore dhe shpirtërore. Pastaj të pret dënimin varr Allahu na ruaj, nëse s'fal Allah, pastaj dënimi tjetër kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Pa sawfa ta'lamun, ma vonë po thot Allahu kimë marr vesh kur dilsh para Allahut se çfarë dënimi të pret, edhe me çfarë tmerrë kimu përballë Allahu na ruaj. Andaj vëllezër gjëja më thonë që mas shumë ti ta copton zemrën, edhe që të shkakton dhimbje dhe pikëllim, është kur ti mendon se diçka ka më të sjell hajër, ka më të bëjë mirë, pastaj qartësohet se pikërisht që aty është dështimi yt, që aty është humbja jote. Edhe e din që ma nuk ka kthim mrapa, nuk mund me i korrigju gjanat. Shkon dhe se është mjaftu Allahu vetëm me këtë kërcënim. Sawfa ta'lamun, ma vonë ki me marrë vesh. Qa ko me të gjetë. Sigur prindi, kur i thot çka fëmis, bane vesh dije çka më xhet më vonë. E ka lënë kështu vëllezër çka në mënyrë të papërcaktuar që mendja e njerit më me shku gjithka edhe më tut prej Allahu subhanahu wa taala. Shkon dhe pastaj pasi që i sjelli këto kërcënime Allahu subhanahu wa taala, dy herë tha kella sawfa ta'lamun, thumma kella sawfa ta'lamun. Pastaj prapse nuk është ashtu që po mendoni, ma vonë keni më marrë vesh. Shkon dy herë ka përsërit vëllezër Allah. Pastaj Allahu subhanahu wa taala vëllazër po na tërheq vërejtjen edhe po na nxit që mu kanë bindun vëllazër rreth një gjaje para se më na ardh vdekja.
Pra fillimisht po na kërcënon nga ajo që na pret, nëse jemi të tillë që jemi do ndashuruar mas dunjas, e pastaj vëllezër po na nxit që mu pajis në gjendjen që ne jemi tash, so ende gjallë, sa ki mundësi veprimi. Mu pajis vëllezër me diçka që është shumë e rëndësishme, ajo është bindja vëllezër, yaqin. Me kanë bindun se ki me vdek, edhe ki mu ringjall, ki me dal para Allahut me dhën llogari. Prap po e kërcënon Allah vëllezër këto që me na zgju, edhe me na paralajmëru. Prap po thot kella, asesi, zbrapsuni, nuk është çështja ashtu që po mendoni. Lau ta'lamuna ilma al-yaqin, veç sikur ta dinit me dije të sigurisë, sikur të ishit bindur, po sikur ta dinit se vdekja është hak, sikur ta dinit bindshëm se dunjaja ka me kalu, sikur ta dinit bindshëm se ahireti është jeta e përjetshme, nuk ishit mashtru mas dunjas. Nuk ishit leju domosht që dunjaja mi u mashtru. Shkon si na nxit vëllezër Allahu këtu që na me pas yaqin, me pas bindje. E çka është që yaqini vëllezër? Yaqini është dija që ti e ki ngulitur në zemrën tënde. Dija e dobishme që ty të bën ti mos zgju nga çka është kujdesja për gjumja. Mos më mashtru mas dunjas, dija e cila është dija domethënë e dobishme që ty të bën që ti më u kthy Allahu subhanahu wa taala, edhe me punu për ahiretin ton. Shkon secili musliman e din se ka me vdek. Secili musliman e din se dunjaja është kalimtare. Secili musliman e din se xheneti është hak, mirëpo edhe xhehenami është hak. Pastaj sa këshilla vëllezër jepet në Kur'an, në hadithet e pejgamberit sa, në ligjëratat e hoxhallarëve, mirëpo sa të pakt janë ata që marrin mësim. E ku është defekti? Defekti është se çka yaqini vëllezër, që po na mëson Allah që duhet me pas. Defekti është vëllezër te bindja. Bindja e dopt. Bindja e dopt. Sta vëllezër njerëzit ku dallojnë? Do ndallojnë shumë mes vete, mirë po dallimi ku është vëllezër tek bindja. Sa më shumë që ki bindje në Allahun subhanahu wa taala, po aq ki mu angazhu për ahiretin ton. Sa më pak bindje, po aq më ki me kanë më pak i angazhum për ahiretin ton. E si arrit vëllezër kjo bindje kur ti më thon në zemër e vendos dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, frikën prej Allahut subhanahu wa taala. Kur ti e zbraz zemrën nga këto gjana që ta njollosin, edhe e mbush vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Kur ti fillon mëson për fenë e Allahut, lexon Kur'anin, lexon fjalët e pejgamberit alayhis salam, mëson për fenë e Allahut, e përmend vazhdimisht Allahun, e adhuron Allahun natën edhe ditën. Nëse je kështu, atëherë është realitetet vëllezër e imanit, çti imanit bindjes kanë me zan vend në zemrën tënde, kanë me ta mbush zemrën me dritë edhe udhëzim. Shallë pe lutjeve të Abdullah ibn Mas'udit, shokut pejgamberit alayhis salam ka thënë Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. O Allah na shto imanin, besimin, na shto bindjen, edhe na shto kuptimin e fesë. I tash kanë edhe kërcënimi tjetër që ka sjell Allahu në këtë sure. Shkoj kërcënimet, 3 kërcënimet paraprake, sikur tash po e ngjallin një pyetje tek njeriu. Çka është ajo për cilës po na kërcon Allahu ka shumë, që na kena me pa kur dalim para Allahut në ahiret, çka është ajo që na duhet me ditë patjetër. Shkon vëllezër këto, Allahu tash po na zbulon një pjesë që ti kërcënimit që i pret këta njerëz që janë mashtruar mas dunjas. Shkon vëllezër çfarë kërcënimi vjen Allahu edhe betohet se kemi me pa zjarrin e xhehenemit me sy ton. Mund këtë zjarr ndezur fort, zjarr të mërshëm. Thot Allahu la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayn al-yaqin. Këtu ka betim vëllezër, Allah është betun veten e vet. Pasha Allahun thot patjetër keni me pa xhehenemin. Me sy. Thumma la tarawunnaha 'ayn al-yaqin. Kini me pa me syrin e sigurisë patjetër. Pse ka përmendur Allah këta për me ta shtu frikën vëllezër, edhe po siç thamë për me ta zgju zemrën, që mos mu mashtru mas dunjas, me të kjellu domethënë nga kjo dehja që të ka kap. Thot Kabi rahimahullah ka thënë walladhi nafsi biyadihi, ka thënë pasha atë në dorën e cilit e shpirti im, ka thënë inna li jahannama yawm al-qiyamati li zafr. Të ditën e kiametit të xhehenamit do ta shojnë një za, do dal prej tij një za i tmerrshëm. Thot ma min malakin muqarrabin wala nabiyyin mursal illa yakhiru li rukbatayhi. Nuk ka thot melek të Allahut, qoftë nëse është për melekëve që është më së afërti me Allahun. Nuk ka thot profet dërguar, thot vetë se ka më ranë në gjunjtë e tina.
Thot hatta inna Ibrahima Khalil Allah le yaqul Rabbi nafsi nafsi. Madje Ibrahimi, miku i ngushtë i Allahut, thot kom e thon o Zoti im, vetja ime, çysh më shpëtuan e sot. Thot hatta law kana laka amalu 70 nabiyan ila amalik. Thot edhe nëse i ke punu në dunja sa 70 pejgamber. Pra më 70 pejgamber. Zbashku me punë tjera që i ke bati, të mira, thot le dhananta annaka la tanju. Kur ta dëgjojsh çat brit xhehenami, thot kom të shku mendja se s'ke më pështu. O çështja e mëhon është ka vëllazër shumë e rrezikshme. Të merret e ahiretit janë shumë të rënda. Pastaj çështja tjetër vëllazër që është hala më e rëndë, është na tregon Allahu se patjetër kimë dhan llogari vëllazër, shkon e çto begatishit i ka jep Allahu, që i përmendëm edhe ndersën e kaluam, që duhet me falendëruar vëllazër Allahun për to, që janë shumëta. Ta shto begati dunja se këti kena prej Allahut. Edhe pse ty të kanë largu prej rrugës të Allahu subhanahu wa taala, ti kimë dhan llogari për to. Kimë dhan llogari. Çuçi ke fitu, ku i ke shpenzu, edhe ai e tregu me ngjaz ndaj Allahu subhanahu wa taala apo jo. Do të thonë para dënimit xhehenamit të prat llogari e ashpër para Allahu subhanahu wa taala. Allah po thot thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Pastaj me patjetër atë ditë pra ditën e kiametit keni më marr llogari për begatitë e Allahu subhanahu wa taala. Sa vëzë njeri i mençur kur e din se po të prit ka llogari kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala për çdo begati që të ka jap Allahu. Wan hadith vëzë pejgamberi sa ka pi ujë të ftohtë edhe ka hangër mish, mas një kohë kur ka qenë i ka plum nga uria bashkë me Abu Bekrin e Omerin, edhe ju ja ka përmend këtë ajet. Keni mu pyet ka thonë për çituj që jeni tu e pi, edhe për këto hurme që i keni hangër, për begati që ja ka jap Allahu subhanahu wa taala. Andaj njeri i mençur pra, jo që kur i nin këto ajete në këto kërcënime, jo që nuk e tepron grumbullimin e pasurisë pa nevojshme. Mirë po çka vëllazër duhet morujt shumë me pas kujdes edhe nga haramet. Si po e fiton pasurinë, në halal apo në haram. Pastaj cila vetë ndërmend vëllazër që këtë llogari kush ka më të marrë llogari vëllazër? Krijuesi jet për Allahu subhanahu wa taala. Von nga madhështia e cilit më kodra shkrihet. Nuk mund të më i bë ball madhështisë të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj shtaj vetë ndërmend që llogarin kur ta bën Allahu vëllazër ta bën në formë çortimit. E pastaj shtoja vetë cila vetë ndërmend që ndoshta pasaj vjen edhe dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Ose pra na duhet me kanë falëndërues ndaj Allahut për këto begati që na ka dhënë. Edhe me ditë se ki mu pyet para Allahut kur dilsh para ti ditën e kiametit se ai e tregu falëndërues apo jo. Çu shi ke shprezu këto begati që ti ka jep Allahu subhanahu wa taala. Po si thamë vëllazër, na nuk po themi që mos me punu. Nuk po themi që bano në shpellë atje, mos flaj në përshtetër, mos banoni në përshpija të mira, jo vëllazër. Nuk ka gajle. Bano do më dhanë shpija të mira, luksoze, nuk prish punë. Flinë për shtetër komode të butë, nuk ka gajle. Mirë po çfarë është qëllimi vëllazër? Qëllimi është që na mos më mashtru mas dunjas. Mos me kanë dunjaja preokupimi jonë kryesor vëllazër. Mos me kanë bana që këtë fokusin tonë, fuqit tona, aftësitë tona me i drejtu vëllazër në dunja. Pejgamberi sa vëllazër Allahu e ka lutur Allahun, pejgamberi sa ka thënë wala taj'alid dunya akbar hammina. O Allah mos lejo që dunjaja me kanë preokupimi jon kryesor. Po mos me harru vëllazër ahiretin. Mos me harru me punu për ahiretin. Po mos me kanë për këtyre njerëzve që i ka hutu edhe i ka mashtru dunjaja. Për gjëra të tjera vëllazër na duhet shikoni Allah përmani këtu hatta zurtumul maqabir, është mirë vëllazër nga një herë me shku me vizitu varret. Kjo është për sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë zuru al maqabir al qubur fa innaha tudhakkirukum al akhirah. Shkoni vizitoni varret kohë mas kohë, thotë se ato ja u kujtojnë ahiretin. Kujton se edhe ti një ditë kimë vdekë dhe kimë ardhur në gjendën cilën është ai. Merr mësim prej gjanave që të rrethojnë. Shkon e sheh një njeri të moshuar vëllazër, i cili është i thymë mosh. Kujtoja vetes se ai sikur ti ka qenë dikur i ri, ka qenë çka i fuqishëm trupin e vet. Po shikon edhe e ka lanë fuqia, e ka lanë shqisat. Edhe ti, nëse ti jep Allahu ymër kimë ardhur në gjendje. Ky është realiteti i dunjas. Andaj mos u mashtro. Rrobat që ai ki, domethënë çka luksoze, mjetet transportit, veturat që ai ki luksoze, pallate, shtëpit ku banon, se këto kanë me kalu vëllazër. Ku më u largon vana i shkëlqimi edhe mana ato që e përmbajnë veten e tyre. Andaj vëllazër na duhet me marr mësim
Përposisht thamë, thot Allah, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mos e harro hisën tënde në dunja. Nuk duhet me harru hisën në dunja, mirë po jo vëllezër çka më u mashtru mas bukurive, hjeshive dunjas, merr prej dunjas aq sa, më thon, si thamë bën jetë dinjitetshme me to, puno, gjallëno, mos u trego dembel, jo mu bën njeri domon që mbështetesh tek tjerë, mirë po, si thamë dhe me pas kujdes, dashuria ndaj dunjas mos me ta mbush zemrën. Jo me kanë dunjaja krejt çka do të thonë ajo që ti mendon për to, edhe ta prekupon zemrën edhe mendjen tënde. Mos me kanë dunjaja që ty të pengon nga namazi. Mos me të lanë me fal namaz. Mos me kanë dunjaja që ty të pengon që mos me fal namaz në xhami ose së bashku me muslimanë të tjerë. Kjo vëllezër hind të mos të kërstime që i ka sjell Allahu subhanahu wa taala. Shko vëllezër na mashtrohemi mas dunjas, e ndërtojmë dunjan, mirë po, nuk ndalemi me mendu vëllezër se për të ardhmen tonë që patjetër na pret që është ahireti. Sa je duke ndërtu ti ahiretin ton. E si thamë krejt e dim bindshëm se ti këmu zhvendos për kësaj bote, nuk i me jetu për gjithmonë këtë botë. Shtëpit e kësaj bote, pallatet e kësaj bote dhe ndërtohen e dim na me çka ndërtohen. Mirë po shtëpit, pallatet e ahiretit nuk ndërtohen vëllezër me pasuri. Ndërtohen domosdoshmë me gjana materiale, ato ndërtohen me punë të mira, me dhikr, domosdoshmë kur ti adhuron Allahun subhanahu wa taala. Ai vëllezër pra njeri musliman i mençur do të me kanë i tillë që me kanë i përkushtuar në hajër, me kanë i përkushtuar, me kanë i bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Edhe dije se ashtu siç ka ardhur vetë këtë dunja, që ashtu kimë dal vetë prej dunjas, vetë kimë dal për Allahut me dhan llogari, vetë kimë hin varr. E siç thamë aty kur të hin varr, pastaj do ta kuptosh realitetin dhe shkujdesin cilën ke jetu. E në fund vëllezër lutim Allahun subhanahu wa taala që tregohet i but ndaj nesh. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të përmirësoj zemrat tona, punët tona, gjendjet tona, fjalët tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të mos e bëj dunjan preokupimin ton kryesor. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na ndihmojë që ta përmendim, ta falenderojmë, ta adhurojmë ashtu siç është më së miri. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.